Për mijëra vjet, njerëzit kanë ngritur syt drejt qiellit dhe kanë vrarë mendjen se çfarë fshihet përpara tyre në jetën tjetër. Nga natyra, shpirti ynë dëshiron një përgjigje për atë që mbase është misteri më i madh i jetës. Se çfarë na pret kur të kalojmë derën për në botën tjetër. Por Perëndia nuk i fshet detajet për vendin ku do të jetojmë përjetësisht. Shikoni në fjalën e Perëndis dhe do të shihni një copës të parajsës, rrugë më të shndritshme se ari. Vroni vezulluesi Perëndis dhe shtëpia e përjetshme Jezus Krishtit. Të gjitha detajet madhështore janë shkruar në faqet e shkrimit. Si do të duket parajsa? Si do të shkojë shpirti ynë aty? A do të ribashkohemi me të dashurit tanë kur të shkojmë aty? Dhe si do të duket trupi ynë për gjithë përjetësinë? Këto janë vetëm një pjesë e vogël e gjërave që mund të dimë për përjetësinë, që na premtohet se do të jetë një vend përtej ëndrave tona më të çmendura. Ju mjafton vetëm që të hapni Biblën dhe do të zbuloni se brenda saj Perëndia po na zbulon misteret e parajsës. Tani, po ju lëm me mikpritësin tuaj dhe mësuesin e Biblës, Dr. David Jeremia. Parajsa është një nga ato fjalë biblike që arriti të bëjë pjesë e bisedave tona kulturore. Kur një njeri është duke shijuar një ditë pushimi në plazh apo po pi një filxhan kafe, nëse ai i thotë, "Kjo është parajsa", ne e kuptojmë se ç'po thotë. Për fat keq, disa njerëz e përdorin fjalën parajs pa e kuptuar kuptimin e drejtë për drejtë. E kam titulluar mesazhin e sotëm si është puna me parajsën, me qëllim për të ndarë faktin nga koncepti rrem, kur bëhet fjalë për shtëpinë e përjetshme, që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan. Prandaj nëse doni të dini se çfarë thot Bibla për parajsën, se ku është, se si është, se çfarë do të bëjnë njerëzit në parajsë dhe si mund të shkojmë aty, atëherë do të donit që të më ndiqnit për mesazhin e parë për të zbuluar misteret e parajsës, gjithçka fillon tani në moment vendimtar. Unë do të flas me ju për atë që na tregon Bibla për sa i përket parajsës, për atë që keni dashur gjithmonë të dini për parajsën, që mbase është një nga doktrinat më të keq kuptuara në shkrim. Dhe për fat të keq, e keq kuptuar dhe nga shumë njerëz të Perëndisë. Ne ngecim nëpër mitet që e rrethojnë parajsën. Prandaj do të flasim për këtë dhe kjo më duket me shumë vend, sepse Bibla na thotë se ne do të kalojmë përjetësinë aty. Dhe ka shumë kuptim, apo jo, që të kontrollojmë vendin ku do të jetojmë në jetë jetëve dhe të zbulojmë gjithçka që mundemi për të, dhe në Bibël na flitet shumë për të dhe do t'i shohim të gjitha aspektet e saj. Disa prej jush e dinë që për gjatë viteve që unë kam qenë këtu, një nga gjërat e mia të preferuara ka qenë koleksionimi i epitafeve. Unë nuk e di se si e fillova këtë, por dikush më bëri ta filloja dhe fillova t'i koleksionoja. Sigurisht epitafet janë shumë të përshtatshme për një seri mbi parajsën, sepse janë të shkruar te gurët e varrit, po ju tregoj më të preferuarën, më pëlqen kjo. Ja se si shkruan: "Këtu prehet trupi i plakut rrem, i varrosur nën lule dhe nën pemë. Por rrema nuk është këtu, vetëm jashtësia. Ai doli prej saj dhe shkoi te Perëndia." Në fakt kjo është shkruar në një varr diku në veri Perëndin. Dhe është një epitaf shumë me vend, sepse është shumë i saktë, dhe kjo është ajo që ndodh kur vdesim si të krishterë, ne largohemi nga trupi dhe shkojmë te Perëndia dhe trupi mbetet këtu, apo jo? E po, unë këtë ndava në një konferencë në lindje dhe një zonjë, pasi e dëgjoj këtë, erdhi tek unë. Kishte shkuar në shtëpi dhe pak më vonë erdhi të më tregonte se ky epitaf i shkurtër e kishte futur në telashe. Dhe nuk mund ta përfituroja se si mund ta kishte futur në telashe, por më shpjegoi se nuk e kishte shkruar siç duhej. Dhe kur kishte shkuar për të ndarë me një grup misionesh me zonja, ja se çfarë kishte thënë: "Këtu prehet trupi i plakut rrem, i varrosur nën lule dhe nën pemë. Por rrema nuk është këtu, vetëm jashtësia." Dhe më tha se e kishte kuptuar menjëherë se ishte në telashe, sepse nuk mund ta përfundonte. E po, kam shumë të tjera si kjo dhe janë shumë interesante. Është e mahnitshme se çfarë shkruajnë apo kanë shkruar njerëzit në varret e tyre. Ishte e diel dhe në shkollën e së dielës ishte mbledhur klasa e 5. Dhe mësuesja po i shpjegonte klasës së saj mbi ungjillin e shpëtimit. Dhe për një çast filloi të bënte një lojë me pyetje dhe përgjigje dhe u tha atyre: "Nëse do të shisja çdo gjë që kisha dhe do t'ja jepja parat kishës, a do të më çonte kjo në parajsë?" Dhe e gjithë klasa u përgjigj menjëherë një zëri me një jo të madhe.
E po nëse do ta pastroja shtëpinë çdo ditë, të kosisja barin, të mbillja lule, ta bëja shtëpinë të bukur, a do të më çonte kjo në parajs? Dhe përsëri siç mund ta përfityroni nëse keni qëndruar rreth fëmijëve, të gjithë tani jo. E po nëse do të tregohesha mirë me kafshët dhe sjellshme me miqtë e mi dhe nëse do ta doja familjen time, a do të më çonte kjo në parajs? Dhe si të programuar edhe njerë përgjigja ishte një jo me oshëtim. E po shtoi mësuesja, atëherë si mund të shkoj në parajs? Dhe një djalë i vogël i cili e kishte orën e parë në shkollën e së dielës, nga fundi e dha përgjigjen duke bërtitur. Duhet të kesh vdekur. E po fakti është se kjo është e vërtetë apo jo? Nëse Jezusi nuk rikthehet që të na marrë ne me vete, e vetmja mënyrë për të shkuar në parajs është që të vdesim. Dhe kjo do thotë se gjithë secili prej nesh në këtë sallë e ka një mundësi për të shkuar në parajs, sepse përqindja e vdekjeve është 100%. Dhe nëse Krishti nuk rikthehet së shpejti, ne të gjithë do të vdesim. Në të gjithë botën, çdo sekond vdesin 3 njerëz, 108 njerëz çdo minutë. Gati 11.000 njerëz në çdo orë. Dhe nëse Biblia ka të drejtë për atë që ndodh me ne pas vdekjes, kjo do thotë se më shumë se 250.000 njerëz çdo ditë shkojnë ose në parajs ose në ferr. Këtu në vendin ton, duket sikur e kemi humbur interesin për këtë çështje. Një sondazh i Harrisit në vitin 2003 tregonte se 82% e amerikanëve besonin te parajsa. 63% thoshin se prisnin që të shkonin aty pasi të vdisnin. Por nuk mund të harrojmë shprehjen e vjetër, shumë njerëz që flasin për parajsën nuk kanë për të shkuar aty. Nëse tendencat e fundit janë sado të sakta, ju mund të jeni të ulur në një shërbes që është shumë e pazakontë. Sepse sot nuk keni për të dëgjuar të predikohen shumë mesazhe mbi parajsën dhe as për ferrin. Ju nuk keni për të dëgjuar kurrë natyrën e parajsës që po pret për të gjithë ata që i besojnë Krishtit. Parajsa mbetet një temë shumë popullore në imagjinatën e shkrimtarëve dhe të kineastëve, por është bërë një temë e rrallë diskutimi mes mësuesve dhe predikuesve të krishterë të gjitha linjave. Katolik, protestantëve në përgjithësi, ungjillorëve, askush nuk flet më për parajsën. Mes linjës së përgjithshme protestante, mendohet se spekulimi për natyrën e jetës personale pas vdekjes është diçka anti-intelektuale që i përket dimensionit të ungjillorëve tradicional. Disa thonë se shumë biseda për botën tjetër mund na shpërqendrojnë nga përpjekjet për të lehtësuar vuajtjet në këtë botë. Për shkak se kisha nuk e ka në mendje parajsën, ndonjëherë kisha bëhet shumë tolerante, egocentrike dhe e dobët. Ndonjëherë ngushëllimi i saj i çastit i konsumon mendimet e saj dhe parajsa mbetet thjesht një mendim dytësor. Një nga arsyet sepse statistikat nga kompania studimore Barna, madje edhe nga kompania e sondazheve Gallup, na tregojnë se vështirë të gjesh dallime në parimet morale dhe në mënyrën e jetesës mes të krishterëve dhe jo të krishterëve. Besoj se këtë mund ta vendosim në këmbët e kësaj mungese të madhe në shumicën e predikimeve dhe mësimeve të sotme. Kuptoni që ajo që ndodh kur e harrojmë që Perëndia ka përgatitur një vend për ne në parajs, ku do të kalojmë përjetësinë, dhe është një vend i lavdishëm dhe i mrekullueshëm, është i vërtet dhe jo një vend imagjinar. Kur ne fillojmë të dyshojmë te kjo, apo kur fillojmë që ta shtyjmë jashtë ekranit të radarit ton, ajo që ndodh për shkak se kemi një uri për këtë në zemrën ton, është se fillojmë të përpiqemi ta ndërtojmë atë këtu në tokë. Dhe do të shpenzojmë çdo qindarg dhe shkojmë në çdo ekstrem duke u përpjekur të zbulojmë se si mund ta bëjmë gjendjen tonë në këtë tokë të ngjajë sa më shumë gjërave që kemi dëgjuar për parajsën. Të largojmë dhimbjen, të marrim çdo lodër, të jetojmë në vende të bukura, të vijmë në Kaliforninë e Jugut apo çfarë do qoftë. Dhe të gjitha këto shpeshherë vinë si rezultat se nuk e kuptojmë se edhe pse të gjitha këto janë të mira, nuk mund t'i afrohen dot kurrë asaj që Perëndia ka në mendje për ne në vendin e quajtur parajs. Pra si është puna e parajsës? Sot dua që të shqyrtoj disa gjëra të caktuara që mendoj se mund të jenë thelbësore për ne teksa ne ecim përpara. Dua që për një çast të flasim për rëndësinë e parajsës. E dini se parajsa përmendet mbi 500 herë në Bibël? Nga Dhjata e vjetër në hebraisht, në Dhjatën e re në greqisht, Biblia thot se parajsa është një vend që është i lartë fisnik dhe i lartësuar. Dhe këtë fjalë në Bibël ne e gjejmë her pas here, nuk mund të quhet më Bibël nëse ne e heqim këtë fjalë prej saj, do të ishte një lëmsh i vërtet. Parajsa është një vend shumë të rëndësishëm në mësimet e shkrimit. Thjesht nuk është e rëndësishme në zemrën tonë, nuk është e rëndësishme në mendimet tona.
Por së dyti dua që të flasim pak edhe për shumësin e parajsës. Se dini që ka 3 qiej? Më thoni, mos unë po përpiqem të kuptoj një dhe ti po më thuaj që ka 3? Kur Pali po i shkruante letrën e tij Korintasve, letrën e tij të dytë, në një vend në kapitullin e 12, ai thotë se u rrëmbye dhe ai thotë se shkoi në qiellin e tretë. Dhe pastaj më vonë ai u referua kësaj si rrëmbimin në parajsë. Prandaj me sa duket Pali pati një mundësi paraprake për të parë qiellin e tretë. Tani, nëse ekziston një vend si qielli i tretë, duhet të ketë edhe një të parë dhe duhet të ketë të paktën 3. Prandaj më lejoni t'ju tregoj se ç'janë 3 qiej. Së pari, qielli i parë është ai që ne mund të quajmë si qielli atmosferik. Qielli i parë, në shkrim përmendet një numër herësh, për shembull tek Isaia 55 vargu 9. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja, dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja, ashtu si shiu zbret nga qielli. Qielli atmosferik i referohet asaj batanies me ajër që rrethon drejt për së drejti tokën tonë, në të cilin lëvizin zojsht dhe ret. Zanafilla 1:20 e thot në këtë mënyrë: pastaj Perëndia tha të mbushen ujërat nga një numër i madh qenish të gjalla dhe të fluturojnë zojsht lart mbi tokë në hapësirën e madhe të kupës qiellore. Qielli i parë është qielli që shohim kur dalim në obor gjatë natës edhe ngrem sy drejt qiellit dhe vëmë re një lloj zarfi që e mbështjell tokën tonë. Dhe pastaj në Bibël përmendet edhe qielli i dytë. Dhe këtij i referohet te Zanafilla, kapitulli i parë, vargjet 14 deri në 17. Dëgjoni çfarë thuhet. Pastaj Perëndia tha të ketë ndriçues në kupën qiellore për të ndarë ditën nga nata dhe të shërbejnë si shenja për të dalluar stinët, ditët dhe vitet, dhe të shërbejnë si ndriçues në kupën qiellore për të ndriçuar tokën, dhe kështu u bë. Perëndia pastaj krijoi 2 ndriçues të mëdhenj, ndriçuesin e madh për qeverisjen e ditës dhe ndriçuesin e vogël për qeverisjen e natës. Ai krijoi ashtu yje dhe Perëndia i vendosi në kupën qiellore për të ndriçuar tokën. Qielli yjor ose qielli i dytë i referohet hapësirës së jashtme që përmban diellin, hënën, yjet dhe të gjitha galaktikat bashkë me galaktikën tonë. Ky është qielli i dytë. Por Pali tha që ai u rrëmbye lart në qiellin e tretë dhe ky është vendi për cilin lexojmë tek 2 Korintasve 12:2-4. Ja se çfarë shkruan Pali. Unë njoh një njeri në Krishtin i cili para 14 vjetësh, i referohet vetes këtu, i cili para 14 vjetësh, ai ishte në trup, ai ishte jashtë trupit, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye gjerë në të tretin qiell. Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye në parajsë dhe dëgjoi fjalë të patregueshme që nuk është e lejuar të thuhen nga njeri. Pali po thot se ka diçka përtej qiellit atmosferik, po thot se ka diçka përtej qiellit të yjeve, që ekziston një qiell i tretë dhe ky ndodhet në atë parajsë ku qëndron Perëndia. Në fakt në Bibël na thuhet her pas here se Perëndia ishte në qiell. Ne na kanë mësuar të lutemi: Ati ynë që je në qiell. Në librin e Mateut, kapitulli 5, vargu 16 na thuhet kështu: ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Psalmi 11:4 thot: Zoti është në tempullin e tij të shenjtë, Zoti ka fronin e tij në qiejt. Kurdoherë që e shohim qiellin, ti referohemi si vendi ku ndodhet Perëndia. Ai nuk është në qiellin atmosferik. Ai nuk është në qiellin yjor, në qendër të banimit të tij, ai është në qiellin e tretë. Qielli që është qielli i qiejve, ku qëndron Perëndia, dhe është ky qiell që ne e dëshirojmë. Është ky qiell i tretë ku do të shkojmë një ditë për të qenë me Perëndin dhe për të qenë me Jezus Krishtin. E po mund thoni, shumë mirë, ne kemi 3 qiej dhe tani e di se qielli i tretë është vendi ku unë do të shkoj, ku do të shkoj një ditë nëse jam i krishterë. Pastaj së treti le të flasim jo vetëm për rëndësinë e parajsës dhe shumësinë e saj, por le të flasim për vendin e quajtur parajsë. Gjoni kapitulli 14. Zemra juaj mos u trondit, besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, përndryshe do t'ju thosha: unë po shkoj t'ju përgatis një vend dhe kur të shkoj t'ju përgatis vendin, do të kthem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Tani më lejoni ta vendos në kontekst këtë pasazh. Jezus ju kishte shpallur dishepujve të tij se ai do të shkonte në kryq dhe që do të vdiste. Më pas ai do të varrosej dhe do të ringjallej dhe pastaj në fund ai do të kthehej sërish në parajs. Dishepujt e tij ishin të mbushur me dëshpërim dhe zemrat e tyre ishin tronditur. Ata nuk e kuptonin dot këtë. Por ne sot e kuptojmë, apo jo?
Ne dim që Jezusi po u premtonte diçka jo vetëm dishepujve të tij, por të gjithëve ne, dhe dua që të shohim pak se çfarë thot ai. Ai shkoi në parajs për të përgatitur një vend për ne. Ai nuk shkoi që të ndryshonte gjendjen tonë mendore. Ai nuk shkoi që të na çonte në ndonjë lloj gjendje shpirtërore që ne të mendonim për gjërat e mira dhe që kjo do të ishte parajsa jonë. Jo, Biblia i referohet parajsës shumë herë si një vend dhe ka shumë metafora në Bibël për parajsën. Për shembull, në disa raste, parajsës i referohet si një shtet. Dhe kur ne dëgjojmë këtë, kur na kujtohet se sa territori pamasë është, disa herë referohet si një qytet qiellor. Kur mendojmë për parajsën si qytet, me syt e mendjes sonë shohim banorët, tregjet dhe tregtin. Disa herë parajsës i referohet si një mbretëri, dhe kur ne i referohemi si mbretëri, atëherë mendojmë për organizimin, qeverisjen dhe proceset e ndryshme. Por sipas mendimit tim, për kufizimi më i mirë për parajsën gjendet këtu te Gjoni kapitulli 14. Ku Jezus i thot, është shtëpia e Atit tim. Është shtëpia e Atit tim. Por më dëgjoni pak, zonja dhe zotrinj, parajsa nuk është pjellë e imagjinatës, nuk është një ndjesi, as një emocion. Parajsa nuk është një ishull i bukur diku. Parajsa nuk është thjesht një formë mendimi, nuk është një projekcion i gjërave më të mira në ne, nuk është një vizion, një utopie shumë të dëshiruar, nuk është një shpresë e kënaqshme apo një shpikje e njeriut. Mendimet tona nuk e krijojnë parajsën. Parajsa është një vend i përgatitur për një popull të përgatitur. Ajo është një vend dhe fjala që përdoret në gjuhën e dhjatës së vjetër është fjala TOPOS, topos, që është një fjalë shumë strikte dhe ka lidhje me një vend që mund ta përcaktojmë fizikisht. Jezusi tha, unë po shkoj t'ju përgatis një vend. Dhe unë besoj se ekziston një vend i vërtet i quajtur parajs. Nëse më pyesni se ku ndodhet saktësisht, nuk e di nëse mund të përgjigjem kësaj pyetje me autoritet të plot, por më lejoni t'ju them se çfarë besoj se na mëson Bibla. Shumicën e kohës kur ne flasim për parajsën, them se ajo është lart apo jo? Parajsa është lart. Tek Efesianëve 4:10 na thuhet ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Dhe kur Jezusi ishte gati për të rikthyer në qiell gjatë ngjitjes së tij, te veprat 1 vargjet 10 dhe 11 lexojmë, dhe si ata po i mbanin sytë ngulitur në qiell ndërsa i po largoi, ja dy burra në rroba të bardha ju paraqitën atyre dhe than, burra Galileas, pse po qëndroni dhe shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që u është marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkojë në qiell. Pra mund ta marrim të mirëqen se parajsa është lart. Pra parajsa është një vend. E dini, ndonjëherë më duhet që të përballem me një çështje. Njerëzit thonë po parajsa është kaq madhështore sa mendja nuk mund ta konceptoj dot. Mendja nuk mund. Jo, nuk është e vërtetë. Në pasazhin ku na thuhet se parajsa është një vend që ne nuk mund ta konceptojmë dot, vargu tjetër thot, Perëndia na e ka zbuluar se çfarë është, sepse është në fjalën e Perëndis. Dhe është e mahnitshme. Është e mahnitshme. Dhe kjo është shumë argëtuese sepse shumica e njerëzve nuk din për të. Thjesht nuk din për të. Nëse do të kuptonim çdo gjë që na thot Bibla për parajsën, do të kishim një dëshirë kaq të madhe për të shkuar aty, sa kjo do të pushtonte gjithë vëmendjen dhe mendimet tona. Parajsa është një vend. Por së fundmi dua që të shohim se parajsa është e rëndësishme për shkak se është shumë e çmuar. Parajsa është një vend i çmuar. Mund thoni, po pastori Jeremie, pse është e çmuar? Sepse çdo gjë që është e dashur dhe e çmuar për mua dhe për ju, çdo gjë që është e rëndësishme për një njeri që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë që është kuptim plot për këdo që do të thotë se e do Perëndin dhe që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë e rëndësishme për të është në parajsë. Çdo gjë. Së pari po ju them se shpëtimtari ynë është në parajsë, e dinit këtë? Kjo na thuhet e Hebrejve 9:24, sepse Krishti nuk hyri në një shenjtërore të bërë me dorë, që është vetëm shëmbëllese e saj të vërtet, por në vetë qiellin për të dalë tani përpara Perëndis për ne. Shpëtimtari ynë është në parajsë. Unë kam një ndjesi se kur të shkojmë në parajsë dhe të shohim rrugë të arta dhe portat me margaritar dhe të gjitha këto gjëra që janë të vërteta, ato kanë për të zbehur në rëndësi kur të shohim shpëtimtarin. Kur ne do të mund të ngrem sytë mbi atë që pagojnë dëshkimin për mëkatin ton dhe u var në kryq, kur ne do të mund të shohim shenjat e goshtëve në duart e tij, dhe mbase të shohim edhe vrajat që lanë gjembat në ballin e tij, dhe do të mund të vendosim dorën në brinjën ku e shpoi shtiza,
Unë besoj se Jezusi në përjetësi do të shfaqet si qengji i Perëndis dhe shpëtimtari ynë dhe gjatë gjithë përjetësisë ai do të mbajë me vete shenjat e shpengimit ton. Dhe kur ne të shohim Jezusin, parajsa do të jetë vërtet parajsë. Çdo gjë tjetër do të zbehet për nga rëndësia. Shpëtimtari ynë është në parajsë. Dhe pastaj së dyti, marrëdhëniet tona janë në parajsë apo jo? Nëse keni njerëz të dashur që kanë vdekur dhe kanë qenë të krishterë, ata janë në parajsë, ne duhet mendojmë për parajsën për këtë arsye. Baba im, andaj nga fundi i jetës së tij më tha, e di çfarë, një nga gjërat më të vështira teksa plakesh, është fakti që ke më shumë miq në parajsë se sa këtu në tokë. Dhe ai kishte të drejtë për këtë, a nuk është e vërtet? Është diçka që vjen gradualisht teksa plakesh. Dëgjon për dikë që është i brezit tënd, i cili ka shkuar në parajsë. Dhe ja, ku gjendemi sot, unë dhe Dona, ne jemi patriarkët e familjes sonë, sepse prindrit tanë që të katër tani kanë shkuar. Ata janë parajsë. Mua më intereson kjo. Shpëtimtari ynë dhe njerëzit tanë janë në parajsë, dhe së treti vini re se burimet tona janë në parajsë. 1 Pjetri 1 thot, qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë, me anë të ringjalljes së Jezus Krishtit prej së vdekurit, dëgjojeni, për një trashëgim të paprishëm, të panjollë dhe të pafishkur që është ruajtur në qiejt për ju. Amen! Dikush u lumturua shumë aty nga pas. E dini se çfarë kur ne bëhemi të krishterë, Perëndia bëhet Ati ynë, dhe e dini se çfarë kur Perëndia bëhet Ati ynë, na ka bërë trashëgimtar. Tani jemi trashëgimtar të Perëndisë. Dhe tani ne kemi një trashëgimi. Pjetri thot se kjo trashëgimi ka shkuar përpara nesh, ajo po ruhet në parajsë përgjithmonë. Ajo nuk mund të zhduket kurrë, atë nuk mund ta prek dot inflacioni, ajo nuk mund të shkatërrohet dot nga lëkundjet ekonomike që përjetojmë këtu në tokë. Ne kemi një trashëgimi në parajsë, e cila po ruhet për të gjithë ne. Ajo mban sipër emrin ton. Është trashëgimia jon. Burimet tona janë në parajsë, numri 4. Vendbanimi ynë është në parajsë. Tani unë nuk e kam fjalën për vendin ku ne jetojmë, por e kam fjalën për qytetarin ton. Filipianëve 3:20 e thot në këtë mënyrë, sepse qytetaria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht. Shpëtimtari ynë është në parajsë, marrëdhëniet tona janë në parajsë, burimet tona janë në parajsë, vendbanimi ynë është në parajsë. Shpërblimi ynë është në parajsë. Mateo 5:12 thot, gëzoni dhe ngazëlloni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej. Perëndia do që ne të jemi besnik dhe i ka për ne një kuror që ne do ta marrim një ditë. Dhe kur të shkojmë në parajsë, ne do të marrim shpërblimet dhe kurorat do të na jepen, dhe pastaj na thuhet se këto kurora do t'i hedhim në këmbët e Jezus Krishtit në një akt adhurimi, që do të jetë si asgjë që mund të kemi përjetuar më përpara. Shpërblimi ynë është në parajsë. Dhe pastaj pasuritë tona janë në parajsë. Mateo 6 thot, mos mlidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi mlidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin, sepse ku është thesari juaj, do t'jetë edhe zemra juaj. Më lejoni ta prek të shkurtimisht. Mënyra për të dërguar thesaret tona në parajsë, më dëgjoni pak. E vetmja gjë që do të shkoj që nga këtu atje, dhe mënyra e vetme për t'i çuar thesaret tona nga këtu aty është që të investojmë në gjërat që do të shkojnë aty. Të vetmet gjëra që do të shkojnë aty nga kjo tokë janë shpirtrat e burrave dhe grave dhe fjala e Perëndisë. Prandaj po t'isha si ju dhe nëse do të përpiqesha të ndërtoja diçka me vlerë në parajsë, do të investoja veten time me gjithë burimet personale që kam, me dhuntit, kohën dhe me pasurinë, tek shpirtrat e përjetshëm të njerëzve dhe te fjala e përjetshme e Perëndisë, sepse kur të shkojmë në parajsë, këto janë të vetmet gjëra që do të shihni, që kanë shkuar para jush, që ne i kemi investuar aty në këtë kohë. Apo shkoni drejt thesarit tuaj? Unë shpresoj që po. Së fundmi, dhe me këtë do ta mbyll, rezervimi ynë është në parajsë. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Zbulesa 21:27 thotë kështu: edhe nuk do të hyjë asgjë e papastër dhe askush që kryen neveri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës të qengjit. Bibla thot se në parajsë është një libër, një regjistër. Ai quhet libri i jetës së qengjit. Dhe emrat e të gjithëve atyre që do të jenë në parajsë janë shkruar në atë libër. Dikush mund thot vrasmendje nëse është në kompjuter, nuk e di këtë gjë. Por është një libër, sido që ta përfituroni librin, dhe në atë libër është një vend për emrin tuaj dhe timin. Njëherë Jezus i u tha discepujve të tij kështu:
Megjithatë, mos u gëzoni për faktin se po ju nënshtrohen frymërat, por gëzoni më shumë se emrat tuaj janë shkruar në qiej. Më lejoni t'ju bëj këtë pyetje: a është shkruar emri juaj në parajs? A keni një rezervim në parajs? Sepse një ditë do të qëndroni përpara Perëndis, dhe ai do t'ju thotë: pse duhet të lë të futesh në parajsën time? Dhe nëse nuk mund të thoni me autoritet emri im është në atë libër, unë kam bërë një rezervim, unë kam vendosur besimin tim te Jezus Krishti si shpëtimtari im dhe prandaj unë kualifikohem për të futur. Nëse nuk e keni këtë fuqi, këtë forcë, këtë vetbesim, ju kur nuk do t'jeni në parajs. Jezusi u foli të gjithë dishepujve në vargun 6 dhe u tha atyre: unë e di që ju nuk e dini se ku po shkoj dhe e di që nuk e dini se si të vini aty, por më lejoni të qetësoj zemrat tuaja. Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Miqtë mi, mund të dëgjoni sa të doni gjëra të zbukuruara, por ka vetëm një rrugë për në parajs. Dhe kjo është përmes Jezu Krishtit. Nuk ka lidhje me fen, nuk ka të bëj me kishën, nuk ka lidhje me ndonjë dogmë, ka lidhje me një person. Jezusi është udha. Nëse nuk e keni besuar kur atij, emri juaj nuk është i shkruar në librin e jetës së qengjit, dhe nëse do të vdisnit sot dhe do të kërkoni të futeshit në parajs, kjo do t'ju mohovej. Jo sepse jeni të mirë, të këqinj apo indiferent, por për një arsye të thjeshtë. Jezusi është e vetmja rrugë për në parajs. Këto nuk janë fjalët e mia, kjo nuk është as ndonjë nga ato doktrinat baptiste. Kjo është fjala e Perëndis. Perëndia thot se Jezusi është e vetmja rrugë. Nëse doni që të shkoni në shtëpinë e Atit, e vetmja mënyrë për të shkuar është përmes Jezusit. Dhe unë tani dua t'ju bëj këtë pyetje: a e keni vendosur besimin tuaj vetëm tek ai për jetën e përjetshme? Unë nuk po ju pyes nëse shkoni në kish, po ju bëj vetëm një pyetje: a ka pasur ndonjë kohë në jetën tuaj të vetëdijshëm për atë që po bënit, kur i keni kërkuar Jezusit që të vinte në jetën tuaj dhe të ishte shpëtimtari juaj, që t'ju falte për mëkatet dhe t'ju jepte jetën e përjetshme? A keni pasur ndonjëherë ndonjë çast të tillë? Dhe nëse po, atëherë këtë dini në zemrën tuaj, por nëse jo, atëherë nuk ndjeni as pak rehat. Por duaj që t'ju jap lajmin e mirë. Rezervimet janë ende të hapura. Amen. Rezervimet janë ende të hapura dhe ju mund të rezervoni vendin tuaj sot. Amen. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në moment vendimtar.